Muhamedi a.s. kush ka në zemrën e tij besim të mirëfill, qoftë edhe sa fara e sinapit, pra një grindës e vogël, do të hyjë në xhennet. Ndërsa kush ka në zemrën e tij mendjemadhësi, qoftë edhe sa fara e sinapit, ai nuk do të hyjë në xhennet. Pra, një sasi absolutisht minimale dhe tejet e vogël ka këtë fuqi që njeriu ta pengoj nga hyrja në xhennet. Prandaj besimtari duhet të jetë i vëmendshëm, nga se mendjemësia ka pasoja që vërtet shihet efekti tyre më vonë. Allahu te bareke ve teala ka përmendur në Kur'an: "Kedhalika yatba'u Allahu ala kulli qalbin mutakabbirin jabbar." Allahu pllakos, volos zemrat e çdo mendjemadhi i cili është arrogant dhe zullumçar. Pra, kedhalika yatba'u Allahu ala kulli qalbi mutakabbirin jabbar. Kështu Allahu volos çdo zemër të arrogantit, është thënë që Allahu e pllakos zemrën e tij dhe sikur i bën një lloj perde të hekur që e vërteta pastaj nuk depërton në të. Prandaj i shehni njerëz të tillë që kanë guxim për të bërë mëkate, kanë guxim për të bërë gjunahe, cilat një besimtar të mirëfillt e çmendin. Vetëm i përmendin çmendin se lëre me i bërë ato mëkate. Dhe kjo është pasoja e mëkateve. Mendjemësia është rruga e gabuar për tek vlerat. Neve në Kur'an dhe në hadithe feja na mëson që ka një rrugë tjetër se si mund të arrish tek vlerat, tek virtytet, dhe jo nëpërmjet mendjemësisë. Është kjo devotshmëria. Inna akramakum indallahi atqakum, vërtet njeriu më i devotshëm, njeriu më i nderuar, tek Allahu është ai që është më i devotshëm. Pra, nëse ne duam që të lartësohemi, që të ngritemi, atëherë ngritja bëhet me vlerat të vërteta, bëhet me devotshmëri dhe jo me mendjemësi.